pas përfundimit të rinumërimit të votave në komunën e Malishevës, Prokuria themelore Gjakov ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë Anore të Policisë në Gjakov, për të ndërmarrë veprime konkrete në lidhje me grumbullimin e provave dhe fillimin e procedurës. Pasi që kemi vepruar përmes policisë, do të thotë me autorizimin e prokurisë, sikur se e keni vërejtë edhe sot në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë të ndaluar për 48 orë dhe brenda fatit ligjor prokuria do të vendos në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisioner të tjerë, jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale, pasi që në këtë rast ka qenë të angazhuar 2 prokuror të Departamentit për krime të rënda dhe deri më tani kemi mbledhur të gjitha provat materiale dhe ato personale kryesore, por që hetimi do të vazhdoj edhe me tutje, edhe për kryesuesit dhe komisionerët e tjerë, të cilët sot për arsye të ndryshme, ose ka qenë jashtë vendit, ose nuk kemi arritur që të kemi prezencë në Drejtorinë Anore të Policisë, për të njëjtën do vazhduohet me tutje me procedurë, sikurse kemi mbledhur provat deri më sot. Në komunën e Malishevës gjithsej ka qenë 75 vendvotime, dhe nga këto vendvotime 957 vota janë të shtuara dhe 9057 vota janë të shtuara dhe 7996 janë vota të hequra. Pra gjithsej në total kemi 17.053 vota.